ka qenë një efekt ngandalësues, ashtu siç e tregojnë fatikisht edhe vetë statistikat, përsa i përket pjesës së fitimit kapital, përsa i përket numrit të transaksioneve, pak nga dhënat tona në fund të 2025-s, 2025 ishte larg nga 2022-shi, 2023-shi, pra nuk ishte fituar akoma momentumin, për shkak se në ato vite, po themi 2022-2023, ka pasur dinamika që vinin për shkak të fushatës fundit të rivlerësimit, goditur nga dy lajmërime të cilat nuk e bën një rivlerësim në realitet, pra lajmërimi 2024-s dhe 2025-s e detyroi komplet tregun që të fillojë të kuret dhe të ngadalësohet ndjeshëm, duke sjellë në akumulimin të paktën në fund të 2025-s të 5300 apo 5500 kontratave, premtim shitje, për shembull angazhime midis palëve që do të ndodhi transaksioni, do të ndodhi tjetërsimi i pronës në moment kur të hyjë në fuqi rivlerësimi. Tani mendoni që këto ishin shifrat të fundit të 2025-s, jemi në muajin e dytë të 2026-s, rivlerësimi përsëri duket larg, është totalisht e paqartë se kur do të fillojë të bëhet efektiv. Besojmë që kjo 5300, 5500 duhet të ketë kapur patjetër 6000, dhe presioni sa vjen edhe rritet në treg. Edhe është një presion i pashëndetshëm, se jo vetëm që rrit pritshmëritë, rrit ndoshta edhe çmimet për ata që duan ta kryejnë transaksionin pa pritur rivlerësimin, por rrit ndjeshëm riskjet që infrastruktura mos të përgjigjet ashtu siç duhet përgjigjet. Pra kur themi infrastruktura, është infrastruktura digjitale, po është edhe infrastruktura e ASHK-s. Institucioni i cili do duhet të përballet që ditën e parë me ndoshta 6000 aplikime për procesin e rivlerësimit, 6000 aplikime që dim ne në statistikat tona për transaksione, po mund ta rivlerësoj pronën kushdo që ka dëshirë që ta reflektojë vlerën e tregut në kartelën e vet, pa pasur një synim për ta shitur shumë shpejt.